Shiko, çfarë amshor. Është I mrekullueshëm. O, çmrekulli. Për të folur për sa I përket kësaj eksperience, si është të mbash një staf, si është të menaxhosh një punë, si është të punosh në një industri që duket paksa e paqartë dhe e vështirë për të punuar në të gjitha fushat, dhe si ti je I punësuar, si të jesh punëdhënës, në fakt industria është jashtëzakonisht e vështirë. Absolutisht. Për të folur për gjitha këto kemi Migena Kamberi. Migena, mirëmëngjes, duhet të rish pak më afër mikrofonit, je çik larg aty. Okej, jam. Tani dëgjohet. Drejtuese është Meridian Travel. E Meridian Travel. Ti je në industrinë e turizmit, që është një industri që në fakt duket sikur vitet e fundit, që nga viti 2018, qofse s'ka boj, ka pasur një rritje të vazhdueshme apo përveç periudhës së Covidit, pastaj që karantina ishte tjetër gjë. Karantina ishte tjetër gjë, por tani jemi në një rritje të vazhdueshme. Edhe do vazhdoj apo jo? Po, shpresojmë që po. Migena, si është interesi I importit dhe eksportit, pra të importuarit dhe të eksportuarit turizm? A ecin paralelisht, pra do të thotë që aq sa na rritet importi, aq na rritet dhe eksporti shqiptarëve, apo ne shqiptarët preferojmë që të qëndrojmë shumë brenda? Unë të thoja rritet paralelisht, për vetë faktin se shqiptarët nuk preferojnë që të qëndrojnë në Shqipëri, po preferojnë që të eksplorojnë vende jashtë Shqipërisë dhe të huajt preferojnë që të shikojnë Shqipërinë tonë të vogël dhe të bukur. Këtë do thoja unë. Okay. Dhe është gjë e mirë, Është eksplorimi. Po, është eksplorimi. Fakt është ishte debat I madh. Ishte bërë po nuk do ta hapim. Cili është debati më? Jo, është debat I madh që ja bëjnë mirë që ikin shqiptarët jashtë. Nuk do ta hapim debatin. Shko, dhe mund ta diskutojmë atë, a është mirë apo keq, po në fakt unë mendoj se është e drejtë e çdo kujt që të eksplorojë. Dhe në fakt ndoqa një artikull shumë interesant, lexova një artikull shumë interesant për sa I përket psikologjisë, si ka ndryshuar pas Covidit. Nuk e di ti mund na konfirmosh sepse ti e prek çdo ditë, po thoshte që sidomos europianët janë shumë të gatshëm që të sakrifikojnë një makinë të re apo një çantë të shtrenjtë apo sende në për të patur mundësinë për të jetuar eksperiencën, se në Covid u traumatizuan ai shumë. Me shumë të drejtë do thoya. Sa që e kuptuan që vetmja gjë me vlerë ishte eksperienca që kishin kaluar në jetë. Eksperiencat reale dhe jo materiale. Kështu që është shumë interesante, dhe unë këtë gjë do bëja, do preferoja që pas Covidit, madje e kam praktikuar më shumë, do preferoja që të udhëtoja dhe të merrja eksperjenca reale. Një çantë më hyn në punë për asgjë. Atë që përmendi Rudi në fillim për çështjen e stresit dhe stafit të stresuar, të konvenon ty, domethënë e gjen reale këtë statistik 39%, në fakt nuk më duket aq shumë si shifër. Mua më duket që statistika nuk është shumë reale në fakt, kam përshtypjen sikur është më shumë se sa kaq. Unë mendoj se shifra duhet të jetë 60 me 40, duke qenë se punonjësit janë shumë të palumtur. Ju krijohet stres në ambientet e punës. Nuk po flasim më për pagën. Por, mendoj dhe diçka tjetër, që një pjesë shumë e madhe e bizneseve shqiptare ka dështuar në rekrutimin e punonjësve. Pra, unë I shikoj të dyja variantet, shikoj të dyja anët e medaljes. Dhe punonjës të cilët janë të padisiplinuar në punë dhe të papërgjegjshëm, le të themi, por edhe punëdhënës të cilët abuzojnë në punonjësit. Është ai debati I madh që ca thon punë ka apo s'ka profesionist, ca tjerë thonë që jo më ka punëtor po s'ka punë. Shiko, a mendon se është rekrutimi I gabuar thjesht si pasojë e faktit që bizneset shqiptare nuk kanë eksperiencën dhe know-how ndihen e dur, apo si pasojë e faktit që nuk është se ka alternativa për të punësuar? Cila mendon se peshon më shumë? Unë mendoj që janë të dyja, por mendoj që edhe bizneset, pavarësisht se janë biznes vet, e shikoj këtë edhe në biznesin tim, mbase nuk kemi arritur akoma në atë fazën që të dim çfarë kërkon një punonjës. Por, dua të theksoj që dhe të rinjt, të paktën, nuk kanë dëshirën për të punuar dhe mendojnë të arrijnë gjërat shumë shpejt, dhe kjo është si pasojë, gjithmonë sipas mendimit tim, e rrjeteve sociale. Mendojnë që puna është shumë e thjeshtë dhe duan të ardhurat të shpejta, por realiteti është totalisht ndryshe. Në një punë duhet sakrificë, duhet disiplinë dhe duhet kohë. Unë kam 13 vite, kam hapur në një moshë shumë të vogël dhe akoma... Çfarë moshe keni biznesin ti? 19. 19 vjeç? Po. Mateo? 19 vjeç, por zotri. Ja, urdhëro, pse s'punove ti për shembull po hape biznes?
Se ju e keni fajin në rrjetet tani që del ti thua unë 19 vjeç e hapa edhe thot ai do hap dhe unë. Ja, ta shpjegoj unë shumë e thjesht. vetë punësuar. Unë vërtet e hapa 19 vjeç, por jam shumë e gatshme që të hap dyert e biznesit tim për të gjithë ata personat të cilët nuk kanë eksperiencë pune. I hap okay. të dyert që këta të mësojnë të rinë sepse mendoj veten time. Unë nuk kam dashur kur të jem një punonjëse. E shef, por nuk e duam ne shqiptarët të punojmë. Edhe Po, unë nuk me e duam këta. gjërat tona. Jo të gjithë mund të bëhen si për Mars. Jo të gjithë, absolutisht, pra, për marrja është shumë e vështirë. Po mirë, Prandaj unë gjithmonë i mbroj pak punonjësit. Okej, të vërtetë. atë doja të pyesja që ta kthejmë më praktike dhe më konkrete. Për shembull, në këtë val, pa kënaqësie dhe stresi nga punonjësit. Çfarë bën ti për t'ia u bërë jetën më të mirë? Cilat janë disa mekanizma, megjithëse ti je një vajzë e re, je një vajzë që sigurisht je shumë më fleksible te mënyra se si e menaxhon biznesin tënd. Çfarë bën që ta bësh jetën më të mirë për ata? Çfarë kam vendosur unë në biznesin tim, sepse një periudhë ngela pa punonjës fare, duke qëndruar e disiplinuar dhe strikte në ambientin e punës, kam filluar të ndryshoj metodën. Duke ofruar mbase një ambient jo shumë strikt për punonjësin. Domethënë kam vajzat dhe djemë që duan të pinë cigare çdo 5 minuta. Jam e detyruar që ti toleroj. Po, sepse një biznes është i dështuar nëse nuk ka punonjës. Sepse kështu funksionon, e kam mësuar këtë me kalimin e kohës. Okej. Kam qenë shumë ndryshe në fillimet e mia, tani jam tolerante ndaj disa gjërave. Më duket sikur çdo punëdhënës në Shqipëri duhet thjesht të ul pritshmëritë. Po, dhe unë i kam ulur tashmë. Okej. I kam Okej, ulur. ky është një mekanizëm patjetër që ti jesh Pastaj ambienti i punës, e para unë kam ofruar punë 6 orarshë. A ke 6 orë ti? Po, nuk punojnë 8 orë. Dhe e them me sinqeritet këtë, ka ikur ajo koha ku ka njerëz të cilët janë shumë të disiplinuar në mënyrën e punës, që marrin një orar të saktuar, punojnë dhe rriten në detyrë. Sot nuk ka, domethënë të mbash stafin në një kontratë një vjeçare, duhet të jesh me fat. Po, Kemi Mario një- punon 12 orë në ditë për shembull edhe pa ankesa fare. Se pa ankesa diskutim. Mario Pa një ankesa nuk e pronari. dim. Mario një Ka pronari. ankesa pozitive. Shko, ai ka ankesa po thjesht nuk Po, dhe shpreh. dua të them dhe diçka, tani Po? ka ngelur që pronarët punojnë nga 12 orë dhe punonjësit ndrojnë turnin e tyre. Absolutisht, po shko, pronari edhe shpërblet më shumë, ëh. Domethënë sigurisht që ti nëse i futesh botës së biznesit, gjithë ata që i përkasin biznesit e dinë që biznesi nuk njeh orare, biznesi është shumë stresant për pronarin edhe pse perceptohet nga punonjësit sikur ai E pronari drejtë. ka merr vetëm përfitime, por në fakt pronari ka edhe gjithë përgjegjësinë sipër. Kush mendon se është përgjegjës për këtë treg pune punonjësish të cilët nuk janë Nuk kanë etikën e punës. pra nuk kanë etikën e punës. Se kjo është diçka që kam përshtypjen, nuk është se mësohet ose Kush është përgjegjës? Unë do thoja rrjetet sociale janë Rrjetet. përgjegjës në këndvështrimin tim gjithmonë, sepse ne shikojmë krijojnë pritshmëri të gabuara thu. Po, dhe një pjesë shumë e Po. madhe mendojnë që arrin gjërat shumë lehtë, sepse ti shikon disa video në Instagram, domethënë dhe ti thua, okay, do jem dhe unë si këta. Iluzione, do pra, bëhem ëh? iluzione, Leku i çdo gjë shpejt. është fake. Domethënë asgjë s'është reale. Marr një rast shumë të thjeshtë, nëse ti shikon një vajzë, le të themi me një buqet gjigande me lule, ajo mund të jetë thjesht një influencer e cila ka shkuar ka bërë promovimin në një dyqani lulesh. Ose nëse ti shikon një vajzë në aspektin e biznesit tim, le të themi që vjen dhe bën një udhëtim luksos, mund të jetë një bashkëpunim dhe nuk është reale, le të themi. Okej. Sa përqind mendon se tek stresimi ose tek humori i mirë i një punonjësi është paga? Edhe sa përqind mendon se është kjo pjesa tjetër, nuk e di. Nuk di ta Rritën ndaj me detyrë. përqindje fikse, por di të them që nga eksperiencat e mia personale, di të them që ka pasur punonjës shumë të mirë që janë paguar shumë mirë dhe nëse ambienti i punës nuk ka qenë komod dhe i mirë dhe nuk janë ndjerë të lirshëm për të punuar dhe të qetë, cilado qoftë paga janë larguar. Pra, unë nuk e shikoj fare në këtë lloj koncepti. Unë e marr si për veten time, nëse do isha e punësuar diku dhe paga do ishte shumë e mirë dhe ambienti dhe energjia është negative, le të themi, unë do preferoja të tërhiqesha. Në fakt është e vështirë për dyja palët. Po. Është e vështirë për dyja palët sepse mungon etikë e punës që përmendit me Gena, në fakt si punëdhënësit shpesh, por edhe punonjësit kanë probleme në etikën e punës. Kjo mund të jetë pasojë e shoqërisë në tërësi, sistemi i edukimit e të tjera Po. me radhë.
Kështu që jetojmë, a mendon se ke menduar ndonjëherë për shembull që të punësosh të huaj? Rekrutim apo në industrinë tënde është e vështirë? Në industrinë time është e vështirë për vetë faktin se ne kemi edhe pjesën e incoming që punojmë me të huajt, por jemi fokusuar më shumë te pjesa e shqiptarëve dhe na duhen persona të cilët paktën flasin gjuhën tonë shqip dhe në një të ardhme mendoj që po. Pasi kam dëgjuar dhe kam parë që shumë biznese kanë marrë punonjës të cilët me kalimin e kohës e kanë mësuar gjuhën shumë mirë. Dhe pse jo janë të nënshtruar për punën dhe duan të punojnë. Flasim për shembull për ata që vinë nga Filipinat. Ata janë të papara. Ata punojnë shumë mirë. Sa të mirë more. Po nuk guxon ti thuash punojnësit që kjo është detyra jote, sepse harron pozicionin dhe rolin e tij. Prandaj them që është e vështirë në Shqipëri të mbash balancat. E vërtet është më, po është edhe çik problem job descriptioni. Domethënë ideja është që çështje pritshmërish, problem pritshmërish nga ana e punëdhënësit dhe problem pritshmërish nga ana e punëmarrësit. Në sensin që do bësh një gjë dhe të japin edhe 5 tjera. Se ideja është që kur nuk të shpjegohet sakt job descriptioni ose siç i lejmë në gjë. Përshkrimi i punës. Përshkrimi i punës. Faleminderit koleg, të lutem. Korrigjojte. Ke parasysh ti pret nga punonjësi që shikose duhet ta zgjidhë këtë gjë, po ndoshta duhet t'i trajnosh, duhet t'i shpjegosh. Ja të marrim një rast të thjesht fare, nëse në një agjenci turistike ti e merr një punonjës dhe i përcakton detyrat, të cilat janë të planifikojë udhëtime dhe tjerë, dhe ti pastaj thua që duhet të pastrosh dëzyrën. Por jo, nuk është e drejtë. Unë do thoja nuk është e drejtë. Unë shikoj më shumë në konceptin e punonjësit sesa të punëdhënësit. Duke qenë se i kam kaluar të gjitha këto shkallët. Në fakt është e vërtet, ka raste të tilla që ndodh, por në tërësi mund ta them me plot gojë që është vërtet e vështirë që të punësosh, të gjesh njerëz adapt në Shqipëri. Dhe shumica e bizneseve çalojnë tek stafi, mund të kenë ide shumë të mira, ekzekutimi ka problem për shkak edhe të stafit. Mbase mund të jetë fakti që nuk paguajnë shumë, mbase mund të jetë fakti që nuk dinë të orientojnë dhe të japin punën dhe detyrat e duhura, por prap mendoj se të dyja industritë kanë probleme. Po shqiptarët tani, Migena, si duket rezervimet për të udhëtuar? A dëshirojnë të dalin, të udhëtojnë? Ka ndonjë rritje, ndonjë ulje nga viti kaluar? Si duket situata? Unë them me plot gojën që ka gjithmonë rritje. Vetëm rritje? Vetëm rritje. Të gjithë duan, nuk preferojnë. Po si ka mundsi? Leks ka ndërkohë. Pse? Kanë lek. Po kanë lek. Kanë lek, po nuk e tregojnë. Po. Edhe unë shumë mendoj, patjetër që kanë lek, por është bërë edhe jetesa pak këtu e vështirë dhe me kosto të larta dhe për shembull preferojnë që të bëjnë një Brexiti në një vend tjetër për 2-3 ditë me vlera goxha të vogla. Si janë vlerat kot për kuriozitetin? Po ja, do them për shembull një produkt interesant që ne kemi vendosur në treg, që është Mystery Destination. Mystery Destination, një destinacion mistik, misterioz. Po, unë e kam futur për herë të parë në Shqipëri, patjetër që nuk ka qenë ideja ime, sepse jam mësuar dhe trajnuar jashtë Shqipërisë për këtë. Por, për shembull të them një rast konkret fare, ne nisemi me datën në një maj, le themi, dhe është thjesht 199 euro, ne vizitojmë 2 shtete në një. Ta përfshihet fluturimi, akomodimi dhe mëngjesi, që do thotë, ato 200 euro ti mund t'i shpenzosh lehtësisht me një drek në Tiranë, le themi, do preferoj të shikoj një qytet tjetër. Është interesante. Është. Ose mendoj unë që është interesante. Se një fundjavë në jug, prap shtrenjtë shkon. Kurse jo nafta, sa të shkosh, nafta ka shkuar 2200, 2500 sa është, 3000, 2000 lek. 2000 lek nafta. Po është malore, që është vërtet. Po. Interesante është. Shiko, po për sa i përket industrisë income-it, edhe ajo është në rritje thua. Ka interes si vjet. Po, ka interes. A ka ndikuar kjo lufta për këto destinacione se kam dëgjuar që për shkak të luftës dhe paqartësisë, sidomos zona e Turqisë, sikur ka është prekur disi. Është e prekur. Është e prekur disi, por nuk mund ta them këtë në mënyrë konkrete, pasi rezervimet janë bërë goxha herët dhe deri kam përshtypjen që do ketë stabilitet deri në periudhën e majit dhe qershorit kur fillojnë rezervimet reale për njerëzit të cilët ikin në Turqi. Por do thoja që në fillim, për shembull, të gjitha rezervimet që ne kishim me Fly Dubai, që ishin me tranzit ose në Dubai, u kanceluan të gjitha për shkak të luftës dhe
normalisht është Është prekur tërësisht Dubai, besoj prekur tani. tërësisht, po, por nuk është vetëm prekur Dubai, është prekur dhe fluturimet të cilat na kalojnë me tranzit nga Dubai. Mund të themi Maldivet, mund të themi Zanzibarin, vendet e Afrikës, Azis, të gjitha të cilat janë më lirë nga Dubai, janë të prekura dhe të kanceluara. Kështu që ndërsa përsa i përket pjesës incoming, do thoja që ka rritje, nuk kemi akoma një turizëm militar, atë çfarë ne kërkojmë, por gjithmonë e më shumë Shqipëria është një destinacion e cila është vetë marketuar shumë mirë, do thoja unë. Po dhe nuk kemi gati të presim turizëm militar në fakt. Shumë herët, avash. Por unë mendoj se do shkojmë drejt asaj? Po, shpresoj shumë. Kam shumë dëshirë që edhe në Shqipërinë tonë të ketë edhe turizëm militar, edhe pjesë të turizëm tjetër. Mrekulli, neve na intereson elitar, le të themi të vërtetën, sepse ai janë ata të cilët shpenzojnë këtu dhe normalisht të gjitha këto të ardhura kalojnë në infrastrukturë të tjera. Sigurisht, aq sa jemi ne nuk mund të jemi në turizëm masiv, sigurisht duhet të seleksionojmë pak, edhe pse duket një industri shumë e vështirë. Një mesazh të fundit për gjithë të rejat dhe të rinjt që janë sipërmarrës ose që punojnë, çfarë do ju thoje? Unë të thoja për të rinjt më shumë, të cilët do kisha shumë dëshirë që të mendojnë që puna duhet të kesh disiplinë për të punuar, sepse çdo gjë që ti e merr shumë shpejt nuk zgjat. Absolutisht, është mëse vërtet. Hapat duhet hedhur një nga një. Migena, të falenderojmë shumë dhe të komplimentojmë për nismën tënde që 19 vjeçër, e kupton? Ndërkohë që njerëzit kanë mendjen për kafe, për gjëra, Migena që 19 vjeç ka punuar ja ku është sot. Si përmarrëse dhe uroj që të shkojmë më së miri sepse i jep pjesë e një industrie shumë të rëndësishme për gjithë Shqipërinë.